Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jam në Tiranë, reagon për herë të parë Elvis Pupa pas shpalljes në kërkim. Pas lajmeve të shumta që qarkulluan në media lidhur me shpalljen e tij në kërkim nga autoritetet australiane, aktori Elvis Pupa ka reaguar për herë të parë publikisht përmes një deklarate të shpërndarë në rrjetet sociale. Në reagimin e tij, Pupa mohon kategorikisht akuzat për aratisje apo fshehje. Ai sqaron se ndodhet prej më shumë se një muaji në Tiranë, ku po zhvillon aktivitetin e tij profesional, i planifikuar më parë si në Shqipëri ashtu edhe në vende të tjera të Europës. Çdo përpjekje për ta paraqitur këtë situatë ndryshe është një manipulim i pastër i informacionit. Shkruan ai duke theksuar se lajmet që i kanë qarkulluar janë të shtrëmëruara dhe me prirje intrige. Në lidhje me bashkëshorten e tij Belina Pupa, e cila është përballur me një seancë gjyqësore në Australi, ai konfirmon se ajo është e lirë dhe vazhdon punën e saj si zakonisht. Ai shpreh besimin se drejtësia do të zbardhë gjithçka në mënyrë të drejtë dhe të paanshme.